Mirë se erdhët në Rezedilli, do të diskutojmë sot me Altin Jokën për ankthin, po duke e parë atë jo vetëm si një problem psikologjik, por edhe si një problem të mungesës së lëndëve dhe nutrientëve ushqyes për trurin dhe për trupin tonë. Fillimisht përshëndetje me të. Faleminderit Altin. Faleminderit për ftesën, përshëndes juve dhe gjithë teleshikuesit. Është folur shpesh për ankthin dhe nuk është një problem që nuk është evident dhe aktual në vendin tonë dhe kudo në mbar botën. Por duke e parë ankthin tashmë jo vetëm si një problem psikologjik që lidhet me rrethana të ndryshme, por duke e parë atë si mungesë të lëndëve ushqyese. Si do ta perifrazonit ju ankthin dhe mungesën e fshehtë të lëndëve ushqyese për cilat ne nuk flasim shpesh? Kur flasim ankthin, ne nuk duhet të shkëputemi nga nervozizmi, nga lodhja mendore, nga problemet e tjera, pra mjegulla mendore, nga problemet psikologjike të tjera. Faktikisht ne kemi një keqkuptim. Një nga keqkuptimet më të mëdha në kohën tonë është kjo, që ne qoftë specialist fushës profesionale, mjek dhe psikolog, e fusin dhe shpesh i çojnë njerëzit në një rrugë të gabuar duke menduar që ushqimi është ndoshta ose elementi biokimik nga më të dobët. Por faktikisht i gjithë kjo që ne quajmë ankth, nervozizëm, mjergull mendore, lodhje mendore, pagjumësi, humbje të motivimit e tjera, po dhe depresion, ne i fusim të gjithë në një kornizë ose në një kuti, po themi psikologjike që themi truri nuk është mirë psikologjikisht, por truri nuk funksionon thjesht me mendime. Truri së pari funksionon në bazë të një biokimie, sepse truri është organi më i uritur i trupit tonë për nivel energjie. 25% e energjisë të gjithë trupit tonë kalon te truri. Pjesa më e madhe e vitaminave B, pjesa më e madhe e mineraleve kyçe, acidet yndyrore esenciale, aminoacidet specifike që të rregullojnë problemet e neurotransmetuesve. Këto janë kryesore, prandaj truri është biokimik. Pa këto nuk mund të krijohet as dopamina, as acetilkolina, e cila është ajo që na jep qartësi mendore, nuk mund të krijohet as serotonina në zorën tonë për t'i dhënë një impuls gjithë sajt. Kështu që e gjithë kjo situatë që mund të themi, për shembull tek mjergulla mendore, ne e dim shumë mirë që mangësia e mungesës të yndyrnave të shëndetshme dhe vitaminës B është thelbësore. Tek ankthi më shpesh është mungesa e magnezit. Te nervozizmi është hekuri dhe kompleksi vitaminave B. Te lodhja mendore është mitokondrit, qelizat kryesore në mitokondrit të cilët ne nuk marrim nivel të energjie. Zora, nuk mund të prodhohet serotonina pa zorën. Truri dhe zora komunikojnë jashtëzakonisht me njëri tjetrin. Në ana tjetër, konsumimi i karbohidrateve të thjeshta apo të shpejta e përkeqëson situatën, duke futur këtu dhe sheqernat. Dhe në një moment caktuar përveç rritjes së glicemisë, rritet pra niveli i insulinës ku ne fusim to karbohidrate dhe bien për një farë kohe. Pra merr një bum truri në pjesën e parë. Dhe në momentin kryesor, kur bie kjo, fillon një panik biokimik. Dhe kjo do na sjellë më pas ankthin, lidhjet, nervozizmin e të tjerat. Qartë. Altin, atëherë nëse do t'i ndanim ato lëndët ushqyese ose si do të veçonim si lëndë ushqyese kyçe, pesë për shembull, më kyçe që ushqejnë trurin tonë dhe që janë bazë për trupin dhe për të mos patur këto probleme që lidhen me ankthin, nervozizmin apo mjergullën mendore. Atëherë kur ne flasim për problemet e shëndetit mendor, ne kujtojmë se çdo gjë është vetëm psikologjike, është trauma nga e ardhmja, është emocione, është mendime. Por truri nuk funksionon kështu. Është një pjesë, psikologjia është njëra anë dhe pjesa tjetër është biologji. Dhe në qoftë se truri do ketë mangësi të mineraleve, vitaminave, të aminoacideve, të oksigjenit, të nivelit të glukozës të marrë, atëherë do kemi shumë probleme. Në qoftë se këto mungojnë, do jenë baza ose janë lëndët kyçe reale që truri nuk funksionon mirë. Dhe kush mund të jenë këto? Një nga të parat është magnezi, që ne quajmë frena e sistemit nervor. Sepse ai truri në momentin që kalon disa problematika, kalon në një eksitim nervor ose në një hipereksitim. Dhe është prodhimi i gabës, pra i qetësuesit natyral të trurit, dhe magnezi është shtysi kryesor. Në rast se kemi mungesë të magnezit, ankthi, tensioni brendshëm, pagjumësia, problemet nervore, të dridhjeve, nervozizmi do funksionojnë. Dhe burimet kryesore për ta marrë këtë është për shembull uji mineral që mund të ketë magnez më të lartë, perimet jeshile, megjithë jeshile, niveli kakaos ose çokoladës së lartë mbi 85% dhe 1% kakao, farat, arat. Në ana tjetër është yndyrnat e shëndetshme
siç është omega 3 ose po që merren nga vajrat ose nga peshku apo nga vaji i peshkut, e cila jep strukturën fizike të trurit. Mungesa e mosmarrjes së kësaj ndyre sjell jo vetëm mjergull mendore dhe depresion, por sjell në përgjithësi vështirësi në përqendrim dhe hares, por dhe debulesë, sepse është kjo lloj ndyre shëndetshme që ndërton gjithë pjesën e membranave të neuroneve që ndihmojnë në komunikimin nervor midis njëra tjetrës. Dhe nëse ne nuk konsumojmë peshqit, sidomos peshkun e vegël, sardela apo skumrijet të tjerat, vajin e peshkut nëse kemi mundësi, farat, e lirit e të tjerat, atëherë do kemi një problem në tru. Në ana tjetër është kompleksi vitaminave B, sidomos B1, B6, B9 dhe 12, sepse kompleksi vitaminave B quhet kabulla elektrike e trurit që bën gjithë transmetimin energjik në trurin tonë. B9 dhe B12 sjellin energji nervore ose maksin e tyre dhe formimin e mielinës, e cila është një element mbështjellës i gjithë tyre telave të kabllove që mos krijojnë maks. B6 është baza kryesore e prodhimit të serotoninës dhe melatoninës. Pa B6 nuk mund të prodhohet serotonin, sado ne të ushqemi mirë. Pa B1 nuk do kemi stabilitet fetër ose stabilitet nervor. Elementi tjetër është hekuri, feritina, e cila bën transportimin e oksigjenit në tru dhe në gjithë pjesët e tjera të indeve tona, por dhe pjesë të tjera të mineraleve. Dhe nëse një tru nuk fuqizohet mirë dhe nuk merr nivelin e oksigjenit që duhet, atëherë do kemi një lodhje më të mendore, rrafje të zemrës më të shpeshta, do kemi aritmi, do kemi një irritim, do kemi një hares, do kemi një debulesë. Dhe burimi kryesor ne dim që janë mëlçit, mishi, vezët, perimet jeshile edhe elementet të tjerë të bishtajoreve. Nëse nuk marrim vitaminën D dhe kemi mangut, rregullatori bazë një humori të receptorëve mendor. Pra, të gjithë nervave, receptorët janë të lidhur nga rregullimi i vitaminës D. Kjo lidhet direkt me gjërat, me atë elementet e humorit, me receptorin e humorit në trurin tonë. Dhe mungesa e tyre do na sjellë ankth, trishtim, lodhje mendore edhe depresion. Element tjetër është zink, i cili mund të themi që është një nga balancuesit më të mirë të sistemit tonë imunitar, të problemeve të stomakut, problemeve të tretjes, por është një balancues shumë i mirë i sinjaleve nervore. Sepse ai rregullon komunikimin midis neuroneve dhe sistemit imunitar. Ai bën lidhje tek këto dyjave. Nëse nuk do kemi zink ose mungesë e zinkut, nuk mundet të riparojmë dot për sidomos përqendrimin e dobët, fokusin, haresën, ankthin dhe nervozisën. Farat e kungullit dhe farat në përgjithësi, vezët, mishi, aroret, bajamet, arat e të tjerë janë burimi kryesor për të marrë zinkun. Nga ana tjetër është kolina, që është lëndë e parë e kujtesës tonë, e cila, pra, pa prodhuar atë acetil kolinën, ne nuk mundet dot të kemi një memorie dhe fokus të mirë. Dhe mjergulli i trurit do rritet. Kjo do na bëjë që të kemi më shumë hares, më shumë vështirësi në përqendrim dhe më shumë pastaj probleme në anën psikologjike. Kjo gjendet tek mëlçia, tek peshku dhe tek verdhat e vezës kryesisht. Kemi aminoacide të tjera siç është tirozina, glicina, triptofani, që gjendet kryesisht triptofani te lëkura e peshkut dhe e mishit që ne sot pothuajse nuk konsumojmë fare. Triptofani është baza kryesore e prodhimit të serotoninës, por ndihmon dhe melatoninën në darkë që të shtohet dhe të kemi një gjumë më të mirë. Tirozina është nga elementet kryesorë që na jep motivimin dhe na shton pjesën e dopaminës që është e lidhur me motivimin. Glicina na bën që gjumi jon të jetë më i thellë dhe mos zgjohemi natën. Është nga elementet kryesorë të aminoacideve. Sheqernat e mirë ose mund të themi glukoza e shëndetshme që ne mund të marrim, pra sheqerat e mirë që mund të marrim nga frutat, mund të marrim nga këto frutat e thata, nga hurmat arabe, nga fiku, sepse ne shpesh truri jon dhe humori jon lëkundet ku ne kemi mangësi të sheqerit, sepse truri jon kërkon nivele të larta të glukozës dhe do ta marrim në mënyrën sa më të mirë të mundshme, të shëndetshme, jo glukozë të sheqerit pastër. Element tjetër është shëndeti i zorëve. Nëse kemi disbiozë, nëse kemi probleme në zor, nëse kemi probleme inflamatore në zor, që nga SIBO, që nga sëmundja krone të tjerë apo IBS-n, atëherë prodhimi i serotoninës nuk mund të ndodhi, se 90% e serotoninës prodhohet në zor. Kështu që lidhet direkt kjo disbiozë dhe kjo mosprodhimi i serotoninës me mjergullin, trishtimin, ankthin dhe shqetësimet e tjera. Pra,
mund të themi që shëndeti mendor nuk është thjesht një uri qelizore, me sa po kuptojmë, vetëm një problem psikologjik. Është diçka që është e lidhur, është qelizore, është e lidhur me, ose më saktë fillon tek ushqimi jon, fillon tek tavolina jon, fillon tek pjata jon, fillon në zor, fillon në gjak, vazhdon në qeliz dhe pastaj na jep atë që ne shikojmë në fund fare. Sigurisht, pa na shkaluar patjetër problemet sociale, stresi e me radhë lodhjet, problemet mendore në kuptimin që lidhen me faktor të jashtëm social, psikologjik, problemet në familje, po flasim për anën tjetër, siç e shohim ne sot, ankthin, pra si mungesë e lëndëve ushqyese. Altin, një person i cili ka ankth të vazhdueshëm dhe lodhje mendore, cilat janë ato analiza që ju do t'i rekomandonit të shkonte t'i bënte? Atëre duhet të kuptojmë, ne nuk kemi analiza të përcaktuara apo të qarta që mund të na përcaktojnë ankthin. Nuk ka analiza që e kapin as ankthin, as depresionin. Depresioni kapet vetëm në rastin e një psikologu psikiatri apo një psikologu klinik. Por nga ana tjetër, për të kuptuar se kush janë problemi tereni biologjik i dëmtuar, sepse ne kemi teren biologjik të dëmtuar në këtë rast, atëre patjetër ne duhet të bëjmë disa analiza. Sepse këto analiza do na masin terenin që ne jemi të predispozuar, sepse faktet e mungesës së lëndëve ushqyese që ne neglizhojmë janë baza kryesore që kemi haritur atje. Dhe nuk mund ta rregullojë dot këtë asnjë psikolog, asnjë psikiatër. Duhet bërë një hemogram, sidomos kryesorja për mendimin tim është anemia dhe ferritina. Duhet bërë elementi vitaminës B12, B9, por edhe B1 dhe B6 nëse kemi mundësi, sepse ato japin shpesh lodhje, nervozizëm, trishtim, mpirje gjymtyrësh, ndërsa për shembull hekurin e dim shumë që na jep ato rrafjet e aritmisë së zemrës, na jep ankth, lodhje mendore, hares, kujtesën, pra na i jep hekuri. Vitaminën D duhet ta bëjmë patjetër sepse na jep shumë trishtim, ankth dhe depresion, por dhe pagjumësi shumë të larta. Po dhe inflamacion në sistemin tonë përgjithshëm. Duhet bëjmë një analizë të tiroides, të shikojmë gjendjen e tiroides, sepse ne dim shumë mirë që destabilizimi i sistemit endokrin jep lodhje mendore dhe jep shqetësime të ankthit dhe sidomos ndryshime të humorit. Nga ana tjetër duhet matur magnezi, që është i vështirë të matet, po të keni një orientim, sepse ai është i lidhur shumë me tensionin nervor dhe me problemet mendore, dhe është kryesorja. Glukoza, sidomos glukoza dhe e esëll dhe hemoglobina glukozuar, pra HbA1c-ja, e cila është kryesore për të shikuar nga vjen nga kjo ose jo. Edhe po të ketë mundësi dhe CRP-ja, pra problemi për të shikuar inflamacion. Po bë dhe një analizë mikrobiomës për intoleranca ushqimore ose kalprotektinë e të tjerë, është akoma më mirë. Absolutisht. Dhe këshillat të tjera që lidhen pastaj me aspektin jashtëm krahas biokimisë, pra krahas kësaj mungesës së lëndëve ushqyese, do doja të dija dhe të merrja një këshill prej jush për ato që vuajnë sot nga ankthi dhe nuk janë të pakta, apo jo? Po. Përveç analizave, përveç ushqimit që duhet të rregullohet, sepse ka njerëz Altin që kurohen me ilaçe për ankthin, ja ka dhënë mjeku psikiatër, por pa ditur që ka dhe lëndë të tjera ushqyese mungesa në trupin e tij. Ankthi faktikisht është një alarm për trupin tonë. Dhe ankthi vjen nga shqetësimi ose nga meraku, është baza kryesore. Por pra është një eksitim binormale në trup, pra është një hipereksitim, siç e thash. Magnezi që është frena kryesore, po të mungohet, ky do rritet ky eksitim. B6 është faktori kryesor që na qetëson, se prodhon gamma acidon butyrik, pra aminobutyrik acidin, që quhet GABA. Në ana tjetër, mungesa e yndyrnave të shëndetshme na bën një klik te aspekti i ashpërsisë mendore. Nervat tona rriten. Kur kemi nivel të ulët të hekurit, na rritet niveli i tensionit, pra tensionit dhe ankthit tonë. Nga aspekti tjetër, lodhja mendore është mungesë e vitaminës B12, B9 dhe B1, sepse ato e mbajnë metabolizmin nervor dhe forcojnë atë mielinën që thamë dhe izolimin e nervave. Në ana tjetër është qelljeta. Mungesa e qelljetës është kritik, që është baza kryesore e baterive tona. Po ashtu problemet me tiroiden e të tjerat. Nervozizmi vjen nga problemi i sheqerit të lartë në gjak, nga mungesa e zinkut, nga inflamacioni në zor kryesisht, edhe inflamacionet e tjera, pra shenjat dalluese të nervozizmit, kur ne kuptojmë që jemi të uritur, duam më shumë ushqim, kemi dridhje, nëse ne konsumojmë sheqer, atëherë këto janë arsyet kryesore që mund të kemi. Atëherë aspektin e gjumit, aspekti i gjumit është qetësimi, është shtylla kryesore, dy shtylla, shqetësimi nervor dhe prodhimi melatoninës, pra nëse ne kemi shqetësim të gjumi.
është mungesa e B6 dhe e magnezit, e triptofanit dhe vitaminës D. Ky ka probleme shumë dhe pastaj qëndrimi shumë jashtë ose nëpërmjet ekraneve, televizorit dhe elementeve të tjerë. Po, përpara se të kalojmë në publicitet. Tani, patjetër që rastet në kohët moderne që jetojmë janë shtuar të problemeve me ankthin apo problemeve të tjera me shëndetin mendor, gjë që nuk ka ekzistuar komo përpara. Ne lidhim këtë me stresin, me izolimin social, teknologjinë e shumë faktorë të tjerë të jetës moderne. Por e lidhim sigurisht dhe me mungesën e lëndëve ushqyese. A mos vallë ushqimet që ne konsumojmë janë në deficient të këtyre lëndëve ushqyese, gjë që nuk ka ekzistuar më parë dhe kjo është dhe një faktor që ankthi është në rritje, në shtim? Kjo është justifikim, në njëra anë është e vërtet, sepse vërtet rreth 25 deri në 50-60% të disa lëndëve ushqyese kryesore nga toka tona nuk ekzistojnë më, pra kanë nihur, janë të varfëruar. Por kjo nuk do të thotë në ana tjetër që njerëzit konsumojnë më tepër karbohidrate të thjeshta, më shumë ushqime të rafinuara, më shumë të paketuara, më shumë pije me gaz, më shumë pije energjike, më shumë kafe, më shumë duhan, më shumë alkool, më shumë të rinë nëpër celular dhe në mjetet e tjera, të jenë më shumë interaktiv, pra mos kenë aktivitet të ditës, mos dalin më shumë në natyrë të marrin vitem, po nuk kanë të justifikueshme. E justifikueshme është kjo, po kjo është vetëm një pjesë. Pra ne justifikohemi duke thënë, janë mangësi këto, prandaj kemi këto. Jo. Nga ana tjetër, çfarë ndodh tek njerëzit? Nuk ka kurim për ankthin nëpërmjet ilaçeve. Duhet ta di njerëzit, nuk ka ilaçe për ankthin, sepse nuk është kuruar. Ne më shumë do sillim dëme duke konsumuar, sepse dhe ilaçet në fund fare, çfarë do sillin? Do na sillin përgjumje, do na sillin marramendje, ulje të kujtesës dhe në fund fare truri do mësohet me to dhe do kemi nevojë më shumë për to. Kështu që do jemi të varësuar. Pra nuk zgjidhet nëpërmjet ilaçeve. Në radhë parë do të kuptojmë a na mungojnë lëndët bazë. Por fillimisht është ajo që thatë ju, duhet të heqim të gjitha ushqimet e përpunuara, gjithë ushqimet e këqija që ndikojnë negativisht në jetën tonë, në trupin tonë, në inflamacionin tonë, që mos i japim shkak që të bllokojmë të gjithë receptorët dhe mos prodhimin qoftë të serotoninës, qoftë të dopaminës, qoftë problemin e rritjes të adrenalinës që kemi shumë herë më të lartë sot, qoftë mos marrjen e antioksidantëve dhe kompleksin e vitaminës B apo dhe mineralet. Pra duhet të heqim këto si element. Pastaj të merremi me elemente të tjerë të faktorëve të tjerë. Qartë. Mirë, Altin, do të kalojmë në hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi për të vazhduar bisedën. Përkthyet vazhdojmë të jemi me Altin Jokën, kam edhe një pyetje të fundit për t'i drejtuar dhe për të marrë përgjigje prej tij. Përshëndetje edhe një herë Altin. Po flisnim për mungesat ushqyese që lidhen pastaj drejt për së drejti me probleme të tilla të ankthit, lodhjes, mjegullës mendore. Po do doja të dija tani se cilat grupe janë më të rrezikuara për sa i takon këtyre mungesave që ndikojnë në shëndetin mendor, gratë, adoleshentët, të moshuarit apo persona të cilët mbajnë këto dietat drastike. Më të rrezikuara si grupe janë gratë, 2 fish më shumë se sa burrat, sepse kanë mungesë më të lartë të hekurit dhe ferritin më të ulët, kanë mungesë gjithmonë më të ulët të magnezit, edhe për arsye të stresit hormonal, problemeve të ciklit, probleme të situatave të cilat kalojnë në jetë, kanë një mungesë më të lartë vitaminës B6 dhe B12. Kanë dhe ato problemet e lëndëve ushqyese, po sidomos lëkundjeve hormonaleve që ato kanë. Edhe patjetër që ato janë më të shprehura ose predispozuar për drejt lodhjes mendore, nervozizmit, akthit dhe kanë një botë emocionale edhe më të madhe se sa burrat. E dyta janë adoleshentët, të cilët kanë një rritje shumë herë më të madhe, edhe për arsye të lëndëve, por edhe dieta që është rezultative këtu, por edhe për problemet e funksioneve në shoqëri dhe aspekteve sociale. Pastaj vijnë të moshuarit, grup mosha e tretë, po themi, sepse përthithja e gjithë lëndëve ushqyese është më e dobët, kanë medikamente gjatë jetës së tyre, kanë kaluar shumë inflamacione në jetë, kanë pasur edhe kanë dhe probleme pasaj sociale, të largimit, të vetmisë, të sëmundjeve, dhe të gjitha këto pasaj janë të lidhur dhe plus që ka një dietë, nëse kemi grupmoshën më të gabuar në ushqimet tona, kemi adoleshentët dhe grupmoshën e tretë, të cilët konsumojnë janë jashtë fare funksionit të tyre biologjik si janë ushqyer të parët tanë në moshën e tyre. Pra, kjo është lidhja që ne po i bëjmë tani ankthit këtyre problemeve që sjell bashkë me mungesat ushqyese. Por ndonjëherë njerëzit mendojnë që këto ushqimet që po na serviren në ditët e sotme nuk janë dhe aq të pasura me këto lëndë ushqyese, ndoshta dhe prandaj kemi dhe deficienca. Sa e mbështesni ju këtë? Po, është e vërtet. Kemi 25 deri në 40-50% të rënjes së lëndëve minerale kudo. Dhe po ashtu dhe të vitaminave duke u marrë nga toka apo nga produktet e pastra çfarë kanë marrë të para ta.
Po nga ana tjetër ne pastaj kemi shtuar shumë problemet e konsumimit të lartë të sheqerit, kjo nuk na justifikon problemin vetëm të vitaminave. Ne kemi shtuar shumë sheqerin, kemi shtuar shumë kripën, karbohidratet, ushtojmë më shumë ushqim, kemi më pak lëvizje, nuk kemi të lidhur, sidomos të rinjt. Të rinjt është nga problemet më kryesore të përhapjes së tyre. Të rinj sot për shembull po jetojnë në një ambient shumë armiqësor. Pra flasim adoleshentë të rinj, kur truri i tyre nuk performohet si të parëve tanë. Nuk ka ekzistuar kurrë në historinë njerëzore formimi i formuar ose formimi i trurit në këtë lloj gjendje. Jemi në një krizë psikologjike të rinjt. Është një ambient modern i rritur i cili bie ndesh me gjithë biologjinë historike njerëzore. Dhe shkaqet edhe tek të rinjt, nëse do më lësh të flas pak për të problemet të rinjve, nga shkaqet kryesore është neuroinflamacioni kronik nga ushqimi modern, të cilët kanë dëmtuar totalisht mikrobiomën, mënyrën se si hanë, kanë rritur nivelin e citokinave inflamatore, kanë rritur nivelin e kaosit në mendjen e tyre. Nga ana tjetër kanë ulur nivelin shumë të serotoninës. Në ana tjetër përsëri kanë problemin e shtimit të dopaminës artificiale. Ata dopamin artificiale të rinë sot shikojnë telefonin dhe rrjetet sociale. Nuk shikojnë më ushqimin, shikojnë TikTok, Instagram etj. Shikojnë më shumë pornografi, shikojnë më shumë dhunë. Asgjë nuk po i jep më kënaqësi këtyre, sepse kjo dopamin nuk është natyrale. Nuk ka dopamin natyrale të krijuar në këtë lloj mënyre të japi kënaqësi. Nuk ka si kënaqësi nga rrjeti social. Nuk ka fare kënaqësi nga këto që ne po marrim sot. Dhe patjetër të shohim një depresion funksional. Nga ana tjetër është mungesa shumë e lartë e vitaminës D të rinjtë të sotëm, sepse jetojnë më shumë brenda në kondicioner, rinë në vende shumë të mbyllura. Plejnë vonë dhe nuk po marrin nivelin e prodhimit të melatoninës. Melatonina po na prodhohet, ritmi cirkadian është destabilizuar, po ashtu zgjohen vonë. Dhe nga ana tjetër kemi pagjumësi kronike, dritat blu që ne kemi, dritat e hapura, shikimi tek ekrani që ne marrim, të gjitha këto na sjellin një lodhje kronike të prershme. Nga ana tjetër, gjithë kjo mungesë e këtyre lëndëve që ato nuk marrin ushqimet që duhet të marrin, përveç ai shtojnë karbohidrate, mjedhra, sheqera, bukura, han prosciutto, sufllaqe, pica e të tjera, pije energjike, pije me gaz, të gjithë destabilizojnë gjithë situatën edhe të disbiozë, pra si edhe në disbiozë në zonën tonë, po si edhe në problem të mungesës të lëndëve kryesore minerale apo vitaminave antioksidantëve dhe bazës kryesore, 5 elementeve bazë kryesore të cilët zakonisht ta kanë rënë deri në 70-75% të shumë të rinj. E ti çfarë do të thotë? Kjo është krizë e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër ne kemi mungesën e lëvizjes të rinjt. Sot të rinjt nuk lëvizin. Unë kam pyetur kaq të rinj të cilët unë kryej konsulta në gjithë botën, mbas një platforme dhe shikoj që të rinjt shqiptarët e huaj nuk kanë më lëvizshmërinë që ne kemi bërë në moshën tonë. Duan gjithë të ikin me makina, me autobuza, të kenë sa më mjete më të mira në ato monopatet, nuk përdoret më bicikleta shumë pak. Përveç disa vendeve, për shembull këtu te vendet nordike, vende të tjera, është si kulturë. Tjetër izolimi social. Truri është social në fundit dhe ka nevojë për kontakte reale. Në qoftë se ne kemi kthyer virtualitetin, kemi kthyer një farë dopamine artificiale. Dhe pasojat që kemi pagjumësi, mjerëgu mendore, depresion, ankthim, mungesë qëllimit dhe motivimit, lodhje kronike, varfëri emocionale, puçra, akne, dhe pastaj fillojnë dëshpërimi. Leximi është një nga arsyet kryesore, të rinjtë e sotëm nuk lexojnë më, e kanë shumë lloj probleme. Pra, përfundimisht duhet të them, nëse ne nuk rregullojmë disa tipare të gjithë këtyre elementeve, të heqim antiinflamacionin nga sheqeri, mjedhi, vajrat vegetale, ushqimet e përpunuara dhe të konsumojmë më shumë ushqime të mira. Nëse nuk bëjmë një rikuperim të zorës, nëse nuk marrim vitaminën D dhe dalim më shumë në natyrë, të jemi më shumë të lënë të lidhur me natyrën, të shkëpusim kohë pak nga telefoni, të kemi më shumë lëvizje çdo ditë. Nëse ne nuk marrim bimët, ushqime si bazën kryesore, nëse nuk rregullojmë ritmin cirkadian dhe biologjik, nëse nuk reduktojmë në mënyrë drastike dopaminën artificiale, ashtu që thash më para, atëherë depresioni, ankthi, patjetër prandaj është menduar që në vitin 2035 mendohet që ankthi, sidomos depresioni dhe sëmundjet mendore do jenë numri 1 para gjithë sëmundjeve. Nëse sot vendin e 7-8 do jenë numri 1. Do jenë të gjithë pothuajse sëmur dhe pas tyre do vinë kanceri, ku mendohet që çdo 1 në 3 persona mund të jetë i kapur nga kanceri dhe një nga arsyet janë përsëri të lidhura të gjitha me ushqimin dhe me këtë jetë të cilën ne po e bëjmë jashtë çdo thelbi të historisë. Kjo shpjegon më së miri dhe një artikull në një nga të përditshmet e njohura botërore, ku tregonte më së miri dhe zbërthente që ankthi lind në zor. Pra e ka burimin në zor, tek mënyra se si ne ushqemi, pavarësisht se ka dhe faktorë të tjerë të jashtëm që ju i përmendët.
Po pra, pa marrë gjithë ato element që unë thash, vitaminën B12, B6, B3, B1, pa marrë vajat esencial kryesor, pa marrë nivelet të larta të ushqimit nga ekuri, minerale, antioksidant, pa marrë të gjithë elementet kryesor për të rritur pra triptofanin, për të rritur dopaminën, tirozinën, apo glicinën e tjerë, dhe përveç këtyre dhe elementet tjerë të asaj që thamë të ekraneve, të pagjumësisë, lidhje sociale e tjerë, ne nuk do kemi shërim dhe sëmundjet do shtohen, dhe nuk është problemi vetëm të ankthi. Problemi është që kjo është një derë për të hapur inflamacionin në trup. Dhe kur hapet inflamacioni në trup, tu do fillojnë problemet e mëlçisë, të obezitetit, probleme pasaj pra të mbipeshës, probleme në mëlçi, do kemi problem në tëmth, do kemi problem në depresion, do kemi problem pasaj në sëmundje të tjera pulmonare që do na zë më shpejt, pra do kemi ju shikoni që fëmijët e sotëm po shkojnë 1-2 në për urgjenca sepse janë të gjithë sëmundë nga sistemi imunitar shumë i dobët. Qartë. Faleminderit Altin për të gjitha këshillat që ndam sot me publikun tonë, të uroj ditë të mbar. Shpresoj të kemi dhënë një informacion bazë për njerëzit dhe unë falenderoj juve dhe të gjithë ata që na kanë ndjekur. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.